arsye pse nuk ka nisë një ndërtim nga e para, është sepse është aset në ndërrojtje të trashëgimisë. Kështu dash me rujt trashëgimi, po transformimi është pothuajse si në botë të ri. Dyshemes deri në nivelin 0, mandej ka fillu pjesë do është vendos ngjeshja e zhavorit është bo, pllaka nivelizuese, tash është bitoliti, hidroizolimi, më pas vjen pllaka tjetër dhe vendosen konstruksioni për më vendos konstruksioni për vendosjen e shkallarëve. I qërët Ka që para 12 vjetë njëherë pak një para me kapi, ndikon viteve 70-80 është përnu pak ma shumë, ka kjo pjesë që po shojtë është atërë. Praktikisht I bjen pasionia më e madhe këtij shteti, se është numër shumë I madhe eksponatave, aty nuk ka pas as atër kur janë boqë të ndërhyjet e vogla, duke se në depës është punu. Kërgjëvic ka që në gjendje shumë e randë degradume, që edhe I ka reziku më një eksponatit që në rujt aty. Qështu tash është mirë me pa disa pjesë për punën që është bë, pastrimin, transformimin, tash jemi në fazën e fundit, më duket instalimit të aty në vitrinave ku vendosim prapë eksponatet kthehen mbrapa. Shtëpia e Hynilerve është një pjesë shtëpiave të para edukatës në Prishtinë. Është shtëpi e madhe për shëshim. Kjo është pati përdes. Këto një ndër shtëpit të cilat I kena restauru me metodat ma të vjetra, pa përdor materiale të reja. Pse janë të shtremta, janë për shkak të strukturës ekzistuese që ka qenë ma përpara. Edhe këto janë ndërhyje pothuajse në përshëndet me sipër. Dhe I kemi tu I përmbledh punët. Se kullat e tona pa prezentën e familjes, pa jetën e tyre, sepse pronarët I kanë baj gjallë dhe ata ma mirë se gjithë di me u kujdes për to. Kështu që kjo është një politikë e Ministrisë Kulturës që shtëpitë dhe kullat me aty pronarit, sepse ata e kanë atë ndjeshmërinë edhe me ndërtesën, po edhe me pronën e tyre. Kështu. Shtëpia ka pësu një ullje, po një ullje jo geometrike, e ka një ullje ndryshe prej ulljeve të tjera, edhe këtu dashtë me shtu tri traje për me pru në nivel. Për që ta kemi këtë ndjesim. Shtëpia ka pas një dëmtim në kulm edhe e ka dëmtu në një pjesë sistemi vëskator, konstruksioni vëskator. Për ndrysh është një pjesë shumë bukur në anësi kuadritare. Po në maspojnë se juve për shtatë. Ja, moj kredori për I galerijës. E di që do të hapët për drumit të pati që të bore që pati instalacionin, do të kropos, do të parat për drum, si do të shërbim funksionin. Po, arritët hapësina e rujtjes së veprave edhe laboratoreve punëtërive ku restaurohen dhe. Që në ka dhe Alisa. Shtëpia është ekzekutiva e parë institucionale që vëmë në Kosovë dhe po dinë atë për lumtur me ekspozu galeri kombëtare. Dhe është një përmbledhje në fakt të viteve të fundit që eksploron nocionin e shtëpisë ose hapësi
emocionale, psikologjike, se sa hapësinë fizike. Këtu mund me pa një model thuajse realistik i shtëpisë tame të fëmijës kur në kombi, që kom realizu, mirë po punë për rreth, ma shumë ja jepë në kontekst, që qka do më dhonë shtëpia si emocion. Në pas pesh, ma shumë gjithë, që me një familje në fa. Përvesa është rregullu komplet. Edhe faza e tretë është Depot, që zbresim poshtë. Aneksi. Kryesisht vendrujtja e dokumentacionit. Domethënë, njëti problem në muzeun kombëtar, në galerinë kombëtare dhe në agjencinë e arkivave organik, ku ruhet materiali, ku ruhen eksponatet, ku ruhen veprat, kanë qenë hapësina që kanë rreziku materialin, eksponatin e të tjera, që ato janë ndërhyrjet më të rëndësishme, po edhe kushtet e punës janë të përmirësuar.